Nëse deri në daljen e vendimit të gjykatës kushtetuese gjërat kanë qenë të paqarta dhe i kemi interpretuar në forma të ndryshme, vendimi i gjykatës kushtetuese mendoj që ka qartësuar gjithçka tashmë. Seancat e mbajtura deri në daljen e këtij vendimi kanë qenë seanca të cilat kanë qenë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe normalisht ne si deputet të Kuvendit të Kosovës nuk mund të rrim indiferent kur e shohim kryesuesin e kësaj seance që vjen nga lëvizjeve vendose dhe vazhdon me abuzu me ritmin e njëjtë dhe vazhdon me shkel Kushtetutën me ritmin e njëjtë. Pra, ne normalisht ne do t'i përdorim gjitha mjetet tona demokratike që i kemi në dorën tonë si deputet të Kuvendit të Kosovës që ta parandalojmë një gjë të tillë. Pra, këtu shihet shumë qartë që kjo parti, kjo lëvizje tashmë nuk i bën fare përshtypje vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rendi jon kushtetues. Pra, këta kanë vendosur siç duket me u mundu me imponu një rend të ri, një rregull të ri, pa çka se është në shpërputhje komplet me rendin tonë kushtetues dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe normalisht në secilën seancë ne do të vijmë, do të jemi në krye detyrës duke u munduar që të japim drejtim kushtetues zgjidhjes së organeve të Kuvendit të Kosovës, që është kryetari dhe nëntkryetari. Presidenti mund të më pas një rol që mbase e sqaron ose e thekson atë që vetëvendosja po thotë se nuk e ka thënë gjykata kushtetuese, pra që ka shkelje. Presidenti në këtë rast nuk mund të merr rolin e interpretimit të Kushtetutës, mirë po normalisht pres që ndoshta mbas 30 ditëve do të jetë momenti ku padyshim presidentja duhet të involvohet sepse Kushtetuta jep pikërisht pozicionin e garantimit kushtetues të institucioneve të Republikës së Kosovës. Pra, ai do të jetë një lloj garantuesi i funksionimit kushtetues të vendit tonë. Dhe normalisht nuk mund të qëndroj indiferent. Cilat do të jenë hapa që do t'i merr, nuk mund t'i them sepse nuk i di. Mirë po, do të presim dhe do të shohim pra se çka do ndodh pas 30 ditë. Mirë po, shpresoj që këta që tashmë po abuzojnë në këtë formë, vazhdojnë në ritmin e njëjtë me shkel Kushtetutën e Republikës së Kosovës edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, mendoj që ne do të marrim gjitha hapat si deputet që të parandalojmë një gjë të tillë dhe të mundohemi që të bijmë në një dakordim që të japim vendit institucionet. Dje kryetari tha do t'i mbajmë përgjegjës. A ka ndonjë formë që mund të mbajmë përgjegjës qoftë nuk e di diçka në anën e drejtësisë, apo duhet të jetë sërish me një interpretim? Dëgjoj, normalisht ne flasim për veprimet tona politike dhe si të them, Kosova është vend demokratik dhe gjithsesi vendimi i gjykatës kushtetuese është një vendim i cili duhet respektuohet sepse ai garanton funksionimin kushtetues të vendit tonë. Dhe në gjitha veprimet që do t'i ndërmarrim, që do t'i bëjmë këta përgjegjës, do të jenë përputhje me rendin tonë demokratik dhe kushtetues.